numrin 480. Infeksionet seksuale janë infeksione që transmetohen përmes marrëdhënieve apo aktiviteteve seksuale. Ato mund të shkaktohen nga bakteret, viruset, kërpudhat apo parazitët dhe mund të ndikojnë organet e gjenitale, si dhe në pjesët tjera të trupit. Në Kosovë është regjistruar një rritje në rastet e sëmundjeve seksuale gjatë viteve të fundit. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, numri i rasteve të infeksioneve seksualisht të transmetueshme gjatë vitit 2024 ka shkuar në 480 nga 178 raste të raportuara në vitin 2023. Pacientët e diagnostifikuar me infeksione seksuale marrin trajtim mjekësor edhe në qendrën klinike universitare të Kosovës, në klinikën e infektivës, me rast infektologu Murat Mehmeti ka theksuar disa nga llojet e infeksioneve, prej të cilave janë më së shumti të prekur pacientët. Çka janë infeksionet seksuale dhe si transmetohen ato? Infeksionet seksualisht transmetueshme, pra dhe vetë siç e përmendet, janë sëmundje të cilat barten përmes marrëdhënieve seksualisht të pambrojtura, po mendoj për marrëdhënieve të pambrojtura seksuale, dhe janë disa sëmundje të cilat pra përhapen në këtë mënyrë, përfshi këtu infeksionin me klamidia, infeksionin me gonorea, pastaj HIV, hepatiti B, herpesi, disa nga sëmundjet kryesore ose edhe HPV apo human papilloma virus. Të gjitha këto pra janë infeksione të cilat barten kryesisht përmes marrëdhënieve të pambrojtura seksuale. Po cilat janë simptomat e para që shfaqen? Po tash varësisht prej se për cilën sëmundje bëhet fjala, nëse flasim për shembull konkretisht për klamidien, të azam një infeksion seksualisht i transmetueshëm i cili është mjaft i përhapur në botë, sigurisht edhe në vendin tonë, është një sëmundje e cila shkon kryesisht me ndryshime në kuptimin e sekrecioneve që mund të janë nga organet gjenitale, pastaj djegje në urinemi i shpeshtë e tjera. Domethënë këto janë ato simptomat që i përkasin të azam për shembull një infeksione me klamidia, përkatësisht me gonorea, e cila manifestohet me ndryshime në kuptimin e sekrecioneve, të cilat megjithatë janë më të turbullta ato sekrecione që ose krahasojnë me klamidian, ndërsa nëse flasim për shembull për infeksione të tjera, siç është infeksioni me herpes viruse, zakonisht paraqitet me me sekrecione që mund të jenë nga organet gjenitale, po gjithashtu edhe me ndryshime në lëkurë, cilat ndryshime mund të jenë në formë të fluskave, cilat janë të dhëmshme, cilat po ashtu manifestohen me rritje të gjendrave limfatike regionale e kështu me radhë. Më tepër Mehmeti ka potencuar se si trajton infeksionet seksuale e deri tek parandalimi i tyre. Si mund të parandalohen ato? Po sigurisht që mënyra më e mirë e parandalimit të infeksioneve seksualisht të transmetueshme është përdorimi i mjeteve mbrojtëse, përkatësisht kondomëve. Sigurisht që ajo është mënyra më e mirë për mbrojtje. Në anën tjetër është shumë e rëndësishme që të rinjt, sepse sigurisht që në radhë parë preken me këto infeksione të rinjt ose mosha seksualisht aktive, pastaj gratë, po edhe punëtorët e seksit komercial, dhe e thash mënyra më e mirë është përdorimi i prezervative, përkatësisht kondomëve, ndërkohë që është shumë e rëndësishme që post tjera është dhe thotë që të bëhet më shumë edhe në edukimin seksual, sidomos në përshkolla, sepse mendoj që të rinjt në përgjithësi nuk kanë informacione të mjaftueshme lidhur me këto infeksione, në mënyrën se si barten ato, se si transmetohen. Pastaj është shumë e rëndësishme që edhe të testohen sa më shumë të rinjt ose kushdo që ka simptoma të tilla, sepse duke u testuar zbulohet sëmundja më herët edhe fillohet trajtimi sa më parë. Domethënë është shumë e rëndësishme që të fillohet trajtimi sa më parë, në mënyrë që të trajtohet pacientin këtë rast dhe në këtë mënyrë duke u trajtuar ai, atëherë dhe prevenohet mundësia ose zvogëlohet mundësia e bartjes së infeksionit të personat e tjerë. Po nëse preket një person nga një infeksion seksual, a mund të shërohet me antibiotik apo jo?
Sigurisht që varet, e thash më herët, varet prej llojit të infeksionit, sepse këto smundja ose këto infeksione mund të jenë të natyrës bakteriale, mund të jenë të natyrës virusale, nganjëherë edhe parazitare, dhe nëse bëhet fjalë për një infeksion i cili është me natyrë bakteriale, atëherë zgjidhja më e mirë është përdorimi i antibiotikëve, ndërkohë që nëse flasim për shembull për HIV-in, janë po ashtu bana antiviral të cilat përdoren për trajtimin e tyre, po edhe për smundjet e tjera virusale, për disa nga ato ka antiviral të suksesshëm që i trajtojnë këto smundje. Një persona mund të ketë t'ju transmetohet një infeksion seksual nëse bën marrëdhënie seksuale orale. Sigurisht që ekziston mundësia, domethënë, edhe e një infeksione të tillë, sepse shkaktari i caktuar duke qenë se gjendet në organet e gjenitale, atëherë ekziston pra mundësia edhe e infeksionit, siç është për shembull infeksioni me human papillomavirus që e përmenda më herët, infeksioni me sifilis, infeksioni me gonorrea, të gjitha këto domethënë shkaktar mundën të shkaktojnë ndryshime edhe në gojë. Kosova ka ngritur qendra për testim vullnetar për HIV/AIDS që nga viti 2002, të cilat ofrojnë shërbime falas dhe konfidenciale në disa qytete, përfshirë Prishtinën, Prizrenin dhe Gjilanin. Kosova është një prej vendeve me numrin më të ulët të HIV-it në mesin e popullatës së përgjithshme. Shërbime të tjera si këshillimi dhe edukimi për parandalimin e hershëm ofrohen në nivele të kujdesit parësor shëndetësor. Fushatat ndërgjegjësuese dhe edukative kanë luajtur një rol të rëndësishëm në parandalimin dhe zbulimin e hershëm të këtyre sëmundjeve.